Normalisht në qoftë se njerëzit të cilët janë kohë gjatë edhe afër Memli Krasniqit, është dasht edhe duhet me dhënë ndërheqje si ekip. Komplet? 90% e kam thonë këtë studio të kryesisë të Partisë Demokratike të Kosovës duhet me dhënë ndërheqje, bolle kanë vjel, bolle kanë rjep këtë parti politike, bolle kanë përdor për interesat e tyre personale, për me u pasuru, kështu që ka ardhur momenti mjalshu në dorë atyne të cilët nuk kanë qenë në Partinë Demokratike për përfitimet e tyre personale, me ardhur një brez i ri, jo në mosh, nuk po thamë në mosh, por me ardhur një brez i cili për para prokurorëve, jo para portaleve, jo para njerëzve, po për para policisë dhe para prokurorëve me qenë ballart, edhe me pyet të vetën që a mundem unë nesër me u akuzu si Albin Kurti me fakte ose si Rozeta Hajdari për skandale, për hajni të rezervave e tjera e tjera. Kështu që gjesti i Memli Krasniqit është një gjest i jashtëzakonshëm, të cilit duhet me i lakmu edhe pjesa tjetër e Partisë Demokratike, ose mbase është dashur edhe lider të tjerë politik të partive tjera politike me morë shembull edhe me dhënë ndërheqje. Po, para se dalë të këtjertë, Milaim, po mendon që kryetari i ardhshëm i PDK-s do të përformojë më mirë sa i përket kësaj pjese, të e marrë parasysh që nëse e përmendim PDK-n si parti, kemi dy figurat kryesore në mendje, veç Hashim Thaçin dhe Kadri Veselin, cilët i ka dhënë një ngjyrë pak më ndryshe PDK-s. A mund më u zhvesh prej këtyre dy figurave që PDK ndoshta me përformu pak më mirë, edhe nëse nuk janë këto dy figura brenda partisë? Shiko, ka plot njerëz të mirë brenda Partisë Demokratike, figurat mira, të postra, siç është rasti për shembull me Agimaliun, por e vetmja figurë e cila mund me çu Partinë Demokratike përpara, kam thonë, para se me dho ndërheqje, kena folë në debat, kanë qenë dy figura të cilat kanë mujt me zavendësu Hashim Thaçin edhe Kadri Veselin, vetëm Hayreddin Kuqi edhe Bedre Hamza. Unë kam besim të jashtëzakonshëm të Bedre Hamza dhe jam shumë i bindur që Bedre Hamza do të fitoj edhe do të zgjedhet si kryetar i ardhshëm i Partisë Demokratike, pastaj do jetë në dorën e tij me ndihmën e figurave të reja që të baj reforma radikale brenda Partisë Demokratike. Këto kanë qenë vetëm spekulime mediatike për klikime që a do tjetë edhe kandidat Sami Lushtaku. Unë pju thamë që Sami Lushtaku nuk do tjetë kandidat, edhe Sami Lushtaku kur në jetën e tij nuk ka pas as më të voglin pretendim që Ernexhi, hajde prof, hajde lirisht hen edhe ty të prit kem, kur prof si je, Nalen Mitrovica, në qovë nuve, edhe do thotë Sami Lushtaku kur njëtën e vetë nuk ka pos as pretendimin më të vockel për me qenë kryetar i Partisë Demokratike. Okej, se e hape dhe një çështje, Milaim, për Sami Lushtakun që është prezent edhe kur nuk ai vetë nuk është prezent në për çështjet më të rëndësishme i PDK-s. Pse e kanë mitizu kaq shumë Sami Lushtakun? Po tash, edhe në kohën e Azem Galicës, për me i tram serbë, kanë thonë po fluturon Azem Galica. Kush e ka lexuar librin Ajet Haxhiut, Shota dhe Azem Galica, ja kanë pashtni Azem Bejtës, do farshamia është në rsetull, edhe të i gra ky kalit në brinja tjenë katun tamin, duke taj gore, po am shumë prej me bashkë në brinjë, se ka nejt edhe Azem Galica të
kulla e luftarit më të madh të QK-s po thjesht Ndrenica Halil Bytyçit, Halil Zhabotës, edhe shota të tynajt, edhe u hop legjenda që po fluturon Azem Galica. Shqiptarët kanë thonë po fluturon Azem Galica, tash e kanë bodhe Sami Lushtokun, sikur me konë në i farë Gogoli, në i farë Peshkaqani, e përdorin edhe brenda Partisë Demokratike të Kosovës, për qëllimet të tyne elektorale, për përfitimet ndryshme, e mos të fuli pastaj VV-ja edhe e modhja Dejona Mihali, që qka të full thot që sa mija. Baden, Zoti Hamza ka shpallur dje kandidaturën për të marrë drejtimin e Partisë Demokratike të Kosovës. Në anën tjetër kemi sot një reagim nga Enver Hoxhaj, i cili tha që kjo konventa e jashtëzakonshme shumë shpejt për me umbajt. Me qenë se statuti i partisë neni 53 nëse nuk gaboj, thot që brenda 5 ditësh në rrethana tilla që të bëhet një konvente jashtëzakonshme. Mendon që do të ketë përçarje të reja brenda PDK-s pas kësaj konvente të jashtëzakonshme? Jo, Zoti Hoxhaj e ka paraqit, si me thonë, dëshirën e tij që të kandidojë për kryetar të PDK-s qysh më herët, domthonë edhe mas zgjedhjeve të 9 shkurtit në mediat e Kosovës, edhe mirë po ai e ka thënë që duhet të jetë në bazë të një procesi të rregullt zgjedhor brenda partisë. Dhe duke qenë se situata politike aktuale është asisoj, do të thotë që nuk mund të organizohen një palë zgjedhje të rregulla ku do të fillonte nga 9 deg dhe deri në qendër, sepse merr disa muaj dhe situata ju e dini bllokada, seanca të rregullta duke i thirrë çdo 48 orë për të zgjedhur kryetarin e konventit, pastaj këto zgjedhjet lokale 12 tetorit, balotazhi 9 nëntorit, domthonë ka qenë e pamundur që të bëhet një zgjedhje të rregullta nga ana partisë. Dhe kështu e ka thënë Zoti Hoxhaj që nëse do të ketë zgjedhje të rregullta, atëherë unë do të jem do ta shqyrtoj mundësinë që të jem kandidat për kryetar të PDK-s, sepse kam dhënë shumë kontribut në to dhe meritoj që ta drejtoj partinë me vota, do thotë që dalin që burojnë nga 9 degët atje e deri tek Këshilli i Përgjithshëm. Megjithatë, do të theksuar që edhe kjo konvent nuk është e zakonshme, nuk po del nga një palë zgjedhje të brendshme që do të organizoheshin nga 9 degët atje në gjithë Kosovën. Dhe ku do të zgjidheshin ndoshta edhe kryetar të ri edhe të degëve edhe të 9 degëve dhe do të kishte legjitimim të plot. Kjo është po ndërprerësimin debat, Enver Hoxhaj asnjëherë nuk ka reagu për shembull për parregullësitë e jashtëzakonshme brenda partisë si parti, që nuk i ka mbajt me vite konventat, Partia Demokratike dhe partitë e tjera kur nuk kanë posë zgjedhje normale. Po sigurisht, jo sigurisht këto pajto se kështu e thonë fund të orë të vijë dhe kjo që do thonë PDK-ja, por sigurisht partitë tjera tash momentin me thonë diçka. Jo, unë mendoj që improvizojnë me këto konventat e partive që i bojnë për të zgjedhur një leadershipin e ri.